Edhe propaganda e madhe në për gjithë mediat është që na të falim. Po sa jemi në gjendje me fal me të vërtet? Për nisim për Aganit. Agana, a duhet na me i fal njerëzit që na kanë lëndu? Po tash në varet, nëse është lëndimi për herë të parë, unë mendoj që duhet me u fal. Nëse është lëndimi për herë të dytë ose të tretë, unë mendoj që nuk duhet me u fal. Pse nuk duhet me u fal? Sepse është lëndimi përsëritun, edhe nëse te e fal dytën e tretën, ai ka me vazhdu me përsërit, edhe ka me buarën dhe ka me të lëndu hala ma shumë, edhe ka me vazhdu me të lëndu. Kjo është mendimi jam, nashta jam gabim, po unë deri shtash të njëtë kom vepru në qëtë formë, edhe do me thonë, ka raste kur më ka kushtu, ka raste kur nuk më ka kushtu, edhe pse nuk e kom falë, do me thonë, mas herës parë. Gjithmonë jam të folë mas herës parë. Zakonisht, në përgjësi të njerëzit, unë e shoh që njerëzit kur të falen, ata në një farë forme, nëse ne ja falim parën herë, dytën herë, tretën herë, ai ka më mësu me qatë falje dhe ka me ditë që shambull në këtë rast Agani falë gjithmonë edhe hajtë se Agani e përbin. Unë vetë jam një farë tipi që ashtu njëtë që shpesh herë gaboj. Po i bi pishmon me një herë edhe mu i mi kërku falje dikujna. Po unë është esenca që me një herë në moment i bi pishmon. Nxena, bona nervoz, apo dhe në di që bona diçka gabim, edhe kërkoj falje. Nuk e mendoj që duhet na me diskutu për këta kur dikush kërkon falje me njerë. E në të folë për ata dhimë të mdhaja të cilat... Dhimë të mdhaja, në që atë shushit dhash... Dhimë të mdhaja të cilat nuk... As falja s'krym punë. Agonit? Unë mendoj se po, do të me falë një herë, 2 herë, 3 herë. Unë jam tip që fali shumë. Nashta edhe 5 herë ma shumë fali. Opa! Fali shumë. Se ndihem e shlirume, nuk do të thotë që kur të falim dhe kanë do të thotë që ne ndihemi shumë të çlirum, edhe nuk do të thotë që me përsërit ata, por nihesh vetë të çlirume, nihesh. A ti vetë? Lëndimi vërtet shkakton probleme të mëdha. Nave po flasim për lëndimet e mëdha dhe për ato që neve na bojnë problem gjatë gjithë kohës në aspektin emocional. Edhe në një farë forme, lëndimet gjithashtu në rritin aspektin individual si njerëz. Kështu që nuk është se ja shohim gjithmonë sherrin aty në njerëzit që na kanë lëndu. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme, edhe çfarë mendoj, çfarë e praktikoj po njëjtën kohë punoj me klientat, lëndim, falja nuk do të thotë që ti ja ke fal tjetrit, nderi si i bën tjetrit. Ti bën nder vetës tënde. Sado që neve mundemi me diskutu me fjalë, okay, ja kom fal, ajo është të merr një kohë edhe duhet me punu kogja mirë me emocionet e tua që me kon gjendje ti me fal dikon, me liru prej asaj ndjenjes së mllefit edhe hakmarrjes. Që do të thotë momentin që ti punon, edhe kjo është lloj niveli i lartë